Shkova ta bëj në qendër masazhi, aty punonte mamaja ime dhe u shokova. Dita ishte e nxehtë dhe tensioni në shpinë më kishte mundur. Isha zënë me punë në zyrë ditët e fundit dhe kisha nevojë për të çliruar stresin. Një koleg më rekomandoi qendrën e re të masazhit, Relax, i plot, e cila ishte hapur pak javë më parë. Me disa telefonata arrita të bëja një takim për atë pasdite. Hyrja e qendrës ishte elegante dhe diskrete, dhe një aromë të lehtë levande në ajër. Në recepcion, një grua e re më priti me buzëqeshje. "Mirëmëngjesi, zotëri. Ju prisni për një masazh apo jo?" pyeti ajo. "Po, për orën 3." U përgjigja duke shikuar orën. "Më duhet të prisja pak. Masazhistja juaj do jetë Ana. Ajo është shumë e mirë. Ju lutem prisni këtu. Do t'ju thërasim." Ula në divanin e pritjes dhe hodha një sy revistave. Pas 10 minutash dëgjova hapat. "Mark", thiri një zë i ëmbël nga pas një porte. U ngrita dhe ktheva kokën. Aty në derë, duke mbajtur një fustan të bardhë të qetë qëndronte. "Mama", thash duke ngrirë në vend. Hunda më ra. Para meje qëndronte nëna ime, Ana, me flokët e saj të kaftë të mbledhur në një bishtalec të thjesht dhe një shprehje po aq të shashtisur sa imja. "Mark, çfarë je duke bërë këtu?" tha ajo me zë të dridhur. Unë kam një takim për masazh", gërmova duke u përpjekur të përballoj shikimin e saj. Ti punon këtu?" "Po, punoj këtu, që 2 javë", u përgjigj ajo duke i kaluar dorën në flokët e saj. "Nuk e dija se do të vije ti." Atmosfera ishte pabesueshme. As në ëndrat më të egra nuk mund ta imagjinoja këtë skenë. Qendrën e masazhit e kishte hapur një ish masazhiste e njohur dhe mamaja kishte kohë që kërkonte punë. Kur u ndam pas vdekjes së babait, ajo duhet të gjejë diçka për t'u mbajtur. Por kjo, duhet të largohem, thash, duke bërë një hap prapa. "Mark, prisni", tha ajo, dhe në zërin e saj kishte një ndjenjë profesionale që nuk e prisja. "Ju keni dhimbje shpine apo jo? Dhe keni paguar paraprakisht. Dikush tjetër mund të masazhoj", u përgjigja ndërsa fytyra më digjej. "Të gjitha masazhistet tona janë të zëna sot", tha ajo duke hedhur një sy orës. "Unë do të bëj masazhin nëse ti je në rregull me këtë. Ne jemi profesionistë." E shikova sërish. Ajo duke e qetë, por unë e dija se brenda ndihej po aq e sikletshme sa unë. Gjithsesi nuk ishte si të mos e njihnim. Ishim nën dhe birë. Kjo ishte vetëm një shërbim. "Në rregull", përshpërita më në fund, "por vetëm nëse ti je e rehatshme me këtë." "A je ti i rehatshëm?" më pyeti ajo, duke futur dorën në xhepin e fustanit. Po, le ta bëjmë këtë." Më çoi në një dhomë të errët me dritë të ulët dhe muzikë të qetë, meditative. Në qendër kishte një shtrat të posaçëm për masazh. "Ju lutem, vishni këtë petkun dhe shtrihuni në dyshek me fytyrë poshtë", tha ajo me zë profesional. "Unë do të dalë dhe do të kthehem për 5 minuta." Kur dola nga dhoma, marrja frymë dukej si një mundësi. Çfarë isha duke bërë? Por tashmë isha te vendi dhe kisha paguar. Gjithashtu me të vërtetë kisha nevojë për masazh. U zhvesha dhe u mbështolla në petkun e bardhë, duke u përpjekur të mos mendoja për faktin se nëna ime do të më prekte shpinën për 60 minuta. Dëgjova derën duke u hapur dhe hapat e saj të lehta. "Gati, Mark?" pyeti ajo duke u afruar. "Po", gërmova duke e fshehur fytyrën në jastëk. Dora e saj e parë mbi shpinën time ishte e lehtë, e ngrohtë dhe e njohur. Kur isha fëmijë, ajo më fërkonte shpinën kur nuk ndihesha mirë, por kjo ishte ndryshe. Vaji nxehtu derdhë në shpinën time dhe filloi masazhi. Duart e saj punonin me forcë dhe aftësi. Nga pak muskujt e mi filluan të relaksoheshin dhe mbyllja syt. Ajo nuk fliste, as unë. E ndjeva dot aromën e saj të njohur, atë të pastërtisë dhe të një parfumi të lehtë, lulesh. Isha kaq e habitur nga situata, saqë gati nuk e kuptoja se çfarë po ndodhte. "Këtu ke shumë tension", vërejtja ajo duke punuar mbi shpatullat e mia. "Punon shumë." "Po", përshpërita. "Duhet të kujdesesh më shumë për vete", tha ajo me një zë të butë. Ishte zëri i nënës, jo i masazhistes. Masazhi vazhdoi në heshtje, me vetëm tingujt e muzikës së qetë dhe lëvizjet e duarve të saj.
Për një çast harrova se kush ishte ajo dhe thjesht shijova relaksimin. Pastaj ndjeva një prekje pak më poshtë afër hijeve dhe ndjeva trupit të tendostet. Më fal, tha ajo, këtu ka tension gjithashtu. Ishte e gjitha që mund të thoja. Koha kaloi dhe unë fillova të bie në gjumë. Në fund të masazhit ajo më tha që të kthehesha. Kam mbaruar, tha ajo. Unë do të dal për 10 minuta ndërsa ti vishesh. Kur u ktheva në shtëpi, situata ishte akoma më e çuditshme. Isha ulur në divan dhe po mundohesha të mos mendoja për atë që kishte ndodhur kur dëgjova çelësin në derë. Mamaja hyri dhe vendosi çantën në tavolinë. Mark, tha ajo, duke ulur përballë meje. Duhet të flasim për sot. Po, pranova, duke u përpjekur të mos e shikoj atë në sy. Ajo ishte e vështirë, filloi ajo, por isha profesionale apo jo? Po, absolutisht, faleminderit. Tha ajo duke buzëqeshur, ti nuk ke asnjë ide sa e çuditshme ishte për mua. Mendoj se mund ta imagjinoj, u përgjigja. Kur tërhoqa petkun dhe të pash të gjithë, ti e di, nuk e përfundoj fjalin. U habita, djali im është bërë burr. Mama, të lutem, thash duke u skandaluar. Ajo që duhet të them, vazhdoi ajo duke marrë frym thellë, është se ne jemi të rritur. Ti je 28 vjeç dhe unë 50. Jemi nën dhe birë, por jemi edhe dy të rritur dhe ndonjëherë gjëra të çuditshme ndodhin në jetë. Çfarë do të thuash? Pyeta duke u friksuar. Duhet të them se ne jemi familje dhe kjo është më e rëndësishmja. Çdo gjë tjetër është vetëm një punë. Unë bëj masazhe. Ti more një masazh, kaq. Heshtja në dhomë ishte e rëndë. Më në fund, unë thash, a do të vazhdosh të punosh atje? Po, u përgjigja jo me vendosmëri. Më pëlqen puna dhe paguhet mirë. Në rregull, thash, duke ngritur dorën në shenjë dorëzimi, por unë kurrë nuk do të bëj takim në atë qendër përsëri. Ajo qeshi, kuptohet, dhe unë nuk do të pranoja takimin nëse do ta dije që ishe ti. Unë ngritëm dhe ajo më përqafoi. Ti je i biri im dhe unë të dua shumë. Asgjë nuk mund të ndryshoj këtë. Unë të dua dhe ty, mama, përshpërita në shpatullat e saj. Kur shkova në dhomën time, unë ndjeva e çliruar. Ishte një situatë e tmerrshme, po kishim përballuar. Nëna ime ishte e fortë dhe mësoi se ndonjëherë jeta të sjellë para situata që nuk i përgjigjen logjikës, por me dashuri dhe respekt mund të kapërcesh gjithçka. Sot, kur mendoj për atë ditë, më vjen për të qeshur. Është një histori e çuditshme për të treguar, por më mësoi se lidhja jon familjare ishte më e fortë se çdo moment i sikletshëm. Dhe nëna ime vazhdoi të punojë në qendrën e masazhit për 2 vjet, derisa hapi një biznes të vogël të saj. Unë nga ana tjetër mësova të bëja takime vetëm në qendrat ku ajo nuk punonte. Disa mësime në jetë thjesht nuk ka nevojë të përsëriten.